Mirë, për të mësuar diçka më shumë në lidhje me këtë propozim, mbi atë që ka ndodhur pas kësaj deklarate, a ka pasur, le të themi, qëndrime pro edhe kundër, unë do të kem një komunikim këtë drejt për drejt me zotin Luan Zyka, kryetari i Komitetit Shqiptar në Selanik. Zoti Zyka, përshëndes, faleminderit për kohën. Me mbrëma dhe falenderoj edhe Euronewsin edhe juve, zoti Ilir, për gjithë ndjeshmërinë dhe lajmet që përcjellin live për problemet e migrantëve, sidomos të emigrantëve në Greqi. Gjua shqipe në shkollat greke, ky është propozimi i fundit. Çfarë do të sjellë një propozim i tillë? Parë do të them si pranisëm në këtë takim, do të them që neve 28 organizata të ndryshme të emigrantëve shqiptarë në gjithë Greqinë, duke filluar nga veriu Greqisë, e përfunduar në Peloponez, në Patra, në Kret, natyrisht në Athinë, jemi në fazën e riorganizimit të faktorit shqiptar në Greqi dhe këtë kemi emëruar me diaspora shqiptare e Greqisë. Në këtë frym, ne kemi filluar këtu edhe 2 muaj kontakte me të gjithë forcat politike dhe institucionet shtetërore të Greqisë për të shtjelluar atyre nga afër problemet që përballojnë emigrantët shqiptar këtu e shumë vitesh. Në këtë frym u bë takimi i dieshëm në Athinë me kryetarin e opozitës greke, zoti Stefanos Kaselakis, në zyrat e partisë Siriza, që dihet është partia e dytë në Greqi dhe para 5 vjetëve ka qenë partia në pushtet për 4 vjet dhe ka bërë disa gjëra të mira në drejtim të emigrantëve. Të jemi sigurt të jetë qartë kur themi të emigrantëve, nuk flasim vetëm për emigrantët shqiptar, mos e shikojmë veten të veçuar të gjithë emigrantëve në Greqi, por ne, siç e theksuam dhe ke zoti Kaselakis, emigrantët shqiptar kanë një veçori, sepse nuk kanë ardhur në bazë të marrëveshjeve ndërshtetërore shqiptaro-greke, kështu që kjo është një element më shumë që emigrantët shqiptar nuk duhet përdoren si kartë politike në marrëdhënien Shqipëri-Greqi, por neve si emigrantë shqiptar, si organizim i gjithë këtyre shoqatave, komuniteteve e tjerë, i kërkojmë politikës greke që mos ta shikoj të shikoj problemet e emigrantëve në bazë të drejtave njerëzore, demokratike dhe të ligjeve të vetë shtetit grek dhe të Evropës ku Greqia bën pjesë. Në këtë frym u zhvillua dhe takimi i dieshëm, ishim 6 përfaqësues nga Selaniku, nga Kreta, nga Patra, nga Athina, që përfaqësonin në një farë mënyre të vullnetare natyrisht, përfaqësonin mendimet edhe problemet e emigrantëve, pritja që është shumë e mirë, përveç zotit Kaselaki ishin edhe 2 deputetë cilët ishin përgjegjës të grupit parlamentar të partisë Siriza, zonja Kasimati, duket në krahadiat të zotit Kaselaki dhe zoti Psikojos, një avokat që është marrë shumë me problemet e emigrantëve, krah të majtë të zotit Kaselaki janë 2 personalitetet të politikës së Sirizës dhe ata janë marrë shumë emigrantët, kështu që ka një takim i specializuar, duhet të them, një takim konkret, jo thjesht një takim njohje. Dhe gjatë takimet ne theksuam këtë të parë nga ana politike që nuk duhet bëhemi ne pjesë ose kartë politike në marrëdhënie ndërshtetërore, duhet Greqia të bëjë detyrimet e veta shtetërore, demokratike, ligjore për këtë problemet që kanë emigrantët. Dhe në bisedën e sipër doli dhe problemi i lidhjes së emigrantëve me origjinën e tyre, që është një drejtë e tyre kushtetuese brenda Greqisë dhe brenda parimeve të botës demokratike dhe evropiane. Zoti Kaselaki më njëherë dha propozimin e vet, edhe ne u bëm kërkesën që ne po mundohemi të hapim shkolla, por problemet ekonomike janë të shumta, se di shqiptar nuk është i dobët të hapi ka një diasporë siç ka një shtet të dytë për shqiptar, kështu që vetëm mënyra është që kjo gjua shqipe të bëhet një gjuhë me përzgjedhje, gjuhë fakultative në sistemin arsimor të Greqisë. Zoti Kaselaki u interesua, se nuk është kryetar partie, politikan, u interesua me bashkëpunëtorët e vet dhe më erdha propozimin, po tha duhet bërë gjuhë fakultative. Ta bëjnë dhe Shqipëri, na pyeti si është gjendja e Shqipëri, pyeti si mëson minoriteti grek, ja thamë neve, dhe tha që unë propozoj që tani që ne të vëmë shqipe gjuhë fakultative, edhe në Shqipëri të vëmë greqisht, tha që të kemi edhe një raport, tha, reciprociteti në këtë marrëdhënie. Po i thash unë, neve unë mos thamë, ne pranojmë këtë punë nga ana jonë, shteti shqiptar është atje, por nuk duhet jemi pengi politikës marrëdhënieve të 2 shteteve. Ne duam të drejtat tona si qytetarë të këtij shteti dhe si emigrant me të drejtat të plota demokratike në këtë shtet.
Po, zoti Zyga, ju folët pak më parë për riorganizim të komunitetit shqiptar në Greqi. Ku konsiston ky riorganizim, çfarë qëllimi ka ai? Dhe doja t'ju pyesja gjithashtu, keni planifikuar takime të tjera me parti të tjera në Greqi? Patjetër. Ne para një muaj kemi bërë me takimin në Parlamentin grek me përfaqësuesin e partisë së tretë Greqisë, PASOK-ut, me zotit Pavlo Kristidi. Kemi qenë pothuajse të njëjtët njerëz ose kemi shprehur të njëjtët grupe organizimi. Dhe ju them dhe të rejnë tani, në orën 6, në orën 5 me orën e Tiranës, ne grupi i këtij organizimi të madh, kemi një lidhje, nuk o bëhe mundur takimi fizik, sepse ai është në Athinë, unë tani flas nga Selaniku, dije që në Athinë, kemi një lidhje nëpërmjet Zoomit, 5 përfaqësues të diasporës që po krijojmë, kemi ministrin e imigracionit grek, zotin Qeridi, ish profesor ose profesori të drejtës ndërkombëtare dhe është ministri i imigracionit. Kemi me atë një bisedë rreth një orëshe në Zoom për gjitha problemet që shqetësojnë emigrantët shqiptar. Kështu që takimet tona janë me të gjithë spektrin politik dhe tani po kalojmë në takime me administratën greke direkte që të ndjenë të ndjeshëm ose të kuptojnë dhe ata më mirë kush janë problemet tona, se shumë gjëra janë zgjedhur, ka akoma shumë të tjera për të zgjedhur. Nuk janë gjërat në zero, gjërat janë në dinamik pozitive, do të jemi qartë dhe nga Partia e Demokracisë së Re. Para një muaj me iniciativën e zotit Qeridi, këtij ministrit të ri, profesor Qeridit, ministri i ri i imigracionit grek, u bë një amandament shumë i dobishëm për Greqinë, ku ligjërohen, bëhen të lishëm të gjithë emigrantët të palishëm që janë në Greqi. Kjo është gjë shumë e bukur, shumë e madhe dhe shumë e përpërtare për Greqinë. Po, zoti Zyga, ka disa kritere. Po, që duhen plotësuar paraprakisht. Doja dy pyesja në lidhje me takimin e fundit me kreun e Sirizas. Është kusht që edhe Shqipëria ta vendos greqishten si lëndë me zgjedhje për të bërë edhe Greqia të njëjtën gjë? Po, ishte bisedë e lirë. Pra. Jo, nuk ka tha, ishte një bisedë e lirë, nuk e tha si kusht, edhe ne nga ana jonë si shoqëri civile nuk kemi as tagrin dhe as të drejtën dhe as të bëjmë të tilla, të futemi të tilla marrëdhënie. Ne kërkuam nga ana jonë. Prandaj e vëmë në plan të parë dhe si pikë parë që emigrantët duhet të kërkojnë të drejtat në bazë të së drejtës kushtetuese greke dhe jo si kartë politike me disë dy vendeve. Se nuk mund të zgjidhen çdo gjë në bazë të marrëdhënieve ndërshtetërore. Atë e vuri zoti Kaselaki, i cili duhet të theksojmë dhe ju e theksuat shumë bukur e thatë, e tha që në fillim duhet jemi më krijues në marrëdhëniet me Shqipërinë të kinjeta. Zoti Zyga, jemi më krijues, ai vend tash Po, ky bashkëbisedim, ky propozim i ditës së sotme për ta vendosur Shqipen në shkollat greke, ka kaluar pa vëmendje nga politika në Greqi, duke marrë parasysh kontekstin e tensionuar të marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Greqisë? Sa vëmendje ka pasur në Shqipëri, më them më shumë ka pasur në Greqi. Cilat ishin reagimet? Reagimi ka qenë që dy grupe të djathtat, dhe më themi ekstremi djathtë, e ka shikuar jo shumë në kuadrin, nuk e ka shikuar më shumë në kuadrin marrëdhënieve shqiptaro-greke, sa në kuadrin e goditjes së një kundërshtari politik si Kaselaki. Nuk është shtruar, domethënë, si çështje midis të drejtës emigrantëve të dy vendeve, është pasur një luftë politike. Partitë e tjera nuk janë shprehur, natyrisht, kjo do një pjekuri, se nuk janë atleta këto në vendet ballkanike, duhet të jemi të qartë, mos kërkojmë ato të cilat ne vetë nuk i bëjmë. Po ka shumë ndjeshmëri. Unë besoj se ky propozim i thotë Selaki do hapi një tjetër dritare në të drejtat e emigrantëve dhe në mundësitë e tyre për të qenë qytetar me të drejtat plota të këtij vendi, duke mos harruar edhe prejardhjen e tyre ashtu siç e përmban filozofia, parimet, edhe gjithë ligjet e botës demokratike dhe ligjet e vetë Greqisë. Natyrisht do duan kohën e tyre të maturimit, ne këtë po theksojmë që na ka ikur shumë kohë, do të jemi sinqertë njëri me tjetrin, do të kemi kohezion në ligjet dhe të përballojmë këtë tha dhe zoti Kaselaki, dhe këtë thotë gjithë partitë greke, të jeni të qartë. Edhe Nea Demokratia, edhe PASOK-u, edhe Siriza kanë të njëjtën qëndrim përsa përket parimit. Emigrantët janë njerëz si ne, nuk janë mish i huaj në shoqërinë greke. Absolutisht. Për të paktën për emigrantët. Zoti Zyga, siç e konfirmuat, ju do të vijoni takimet me spektrin politik në Greqi. Kërkesën kryesore që do t'i shtroni në tryezë? Kërkesa jonë kryesore është e para gjua në shkollat greke,
e dyta janë problemet e emigrantëve, e treta janë problemet me lejet e rinovimit, të cilat nuk ka më arsye që të jetë gjithë kjo vonesë burokratike, se më shumë është vonesë burokratike institucionale se sa ligjore. Aty ka dhe një 2-3 probleme tjera ligjore, si është një probleme të smurët mendor, ku në ligjin grek nuk në këtë ndihmë sociale nuk parashikohet ndihmë sociale për emigrantët, në mënyrë çuditshme është lënë kjo pjesë jashtë, në kundërshtim me atë që parashikohen 8 kategori popullate, midis tyre edhe refugjatët, edhe personat me përparësi të ndryshme seksuale, dhe nuk përmendet për të përfituar emigrantët, se ne kemi kapur si komunitet qytetar Selanikut këtu e 2 vjet, e kemi bërë çështje dhe mbas 10 minutave do ta bëjmë prapë çështjen me zotin Kaselaqi, sepse këto familje janë qindra shqiptarë që kanë, si në gjithë botën, ka fëmijë me smundje mendore, me sindrom Down, me autizmo, të cilat nuk përfitojnë nga ligji grek. Nuk është bërë kjo për racizëm, të jemi të qartë që që bëhet për racizëm, çdo shtet ka problemet e veta, ka hallet e veta. Absolutisht. Një nga këto çështje janë me emigrantët. Po, ne kërkojmë të drejtat tona. Përgjithsisht takimet do të bëhen me partitë opozitare apo jo, zoti Zyka? Tani, sot kemi takimin e parë me ministrin e migracionit të Greqisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Do të kemi mundësi që të bashkëbisedojmë së bashku se çfarë u vendos në këtë takim. Patjetër, mund të nesër, mund të bisedojmë. Po s'kemi darkë, kam pretit që bisedoj dhe jemi dhe ne të kemi bërë gazetarë si ju. Faleminderit shumë, zoti Zyka. Për punë mbar. Jeni mirë dhe falenderoj edhe unë shumë për punën tuaj dhe jeni mirë. Falenderoj shumë për reagimin tuaj të njerëzve. Faleminderit.